Jemi të tani me pjesën e bisedës dhe është rast interesant pasi Isa Mustafa nuk ka vetëm politika, po ka edhe sporti. Isa Mustafa, mirë se vjen sonte me neve në Radio Dugaxhini në Sportfolio. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për ty Naim, përshëndetje për stafin e Radio Dugaxhinit, përshëndetje në veçanti për ndëgjuesit e Radio Dugaxhinit. Atë kam pyet në herë njerëzit shkaku I emrit edhe mbi emrit, a kam pas një herë dilema ose letër njoftim ose pasaport ose ka Isa Mustafa? Po në shumicën e rasteve ka pas edhe asi pyetje që Isa Mustafa në politik, Isa Mustafa në futbol. Po s'kemi të përbashkët kur që kështu që hajë me politikun e me sport. Në sektor më të miri. Besoj që po. Po nisim me zbulu dal nga dal karrierën dhe lidhjen tonë me futbollin që është mjaft e gjatë. Fillimisht na trego kur u kriju lidhja me futbollin edhe cilat kanë qenë hapat e hershëm tu në karrierë si futbollist. Po fillimisht si futbollist unë fillu në klubin Remont si junior, po deshti që klubi Remont u lëshoj garat, kështu që vazhdu me në ekipin Bajr Mitrovicës. Rukëtova me vite si futbolist, vitin 1987 më dha rasti që të ja provimin për gjyqtar të futbollit, e shfrytëzova dhe faktikisht që nga jo kohë jam gjyqtar I futbollit. Në atë kohë edhe ke lujt edhe e ke kry licencimi si gjyqtar? Po, ka qenë ato disa ndeshje të lidhjes rajonale të Mitrovicës, kur u vike nevoja më plotësu tresha gjyqtarëve, më shumë ju përqëndru atë kohë me futbol. Deri sa erdhë koha në vetësisë. Gjatë kohës në vetësisë, vitet 91 e kam fillu edhe me referim, po I kam zhvillu edhe një 4 ndeshje në kohën vetësisë si futbolist. Për me hiek mallin e asaj që ke pas qef gjithmonë. Po ndoshta më ka një pikë që nuk e kam ditë se si do të shkruhet historia. Po kërkesa dhe shoqërisë që të formohet edhe ekipi Birlik në lidhjen rajonale Mitrovicës, vitet 92, kështu që ju bashkangjeto me shok klubit, ata zhvillun ndeshje më shumë, une ishte mjaftush me 3-4 ndeshje sa për të shkruar edhe si futbolist edhe si gjyqtar I futbollit. Tregom te puna e licencës referimit. Ku e ke marrë në atë kohë edhe so ka qenë vështirë? Po atë kohë, 1987 si çdo I ri, unë isha I marrëdhënie punë në elektroekonomi, u kërkoj në për disa aksione dhe shkum kështu që Novi Pazar në Sjenicë, e shfrytëzova rastin hapet konkursi për gjyqtar të futbollit, mase isha aktiv futbolist, thash ta provoj. Deshti dhe përfundova. A ka qenë vështirë në atë periudhë me kry licencën për referim të marrë parasysh që në atë kohë kanë qenë po flasim për ish Jugosllavi? Po, ka qenë vështirë se stafi I cili mbajshin seminaret dhe ligjëratat kanë qenë profesional. Ish gjyqtari elitës jugoslave. Edhe në te momenti I 90-nitës, në vetësimi, qysh është përjetu në atë kohë ajo periudhë kër është vendos me unë vetësu sporti I Kosovës? Si gjithë shqiptarë them, ju ndanë, I thanë jo, Jugoslavisë, Serbisë, formun ligat e veta, njerës eminent, njerës futbollit, që kanë qenë memër të madhë në bashkangjetën, filluan ata, ne ju bashkangjetëm, ka qenë me emocionet larta se zhvilloj shumë gara Shqip, po në për livade. Sa ka qenë e vështirë? E vështirë ka qenë formimi, po dhe rukëtimi. Në rrethonat jashtëzakonshme është funksionuar. Kemi zhvillu në përara, fushat kanë qenë livade, të improvizume, pare thoja, jemi zhvesh në për makina ose aty për aty në fush. Ka qenë e vështirë se nuk e kemi kuptu gjithë kombëtarisht që çka do të më zhvillu futbolli në për ato fusha. Se dalën për stadiumeve të mira,
dalim në për livadhe. Kështu që ka qenë me të vërtet e vështirë. A ka pas ndonjë rast që është ndërprej ndeshja në largu futbollistat ekipet? Se policia serbe ka qenë mjaft aktive në atë periudhë. Që ka qenë më e vështirë edhe më e rëndë që edhe kemi përjetu, jo veçën edhe kolegët e mi, e kemi prit që pej sërbit çdo gjë ka me tentu me naj mos mi zhvillu ndeshjet, me naj ndërprej ndeshjet. Për më e rëndë për mu ka qenë edhe për kolegë shumë kur ndeshjet u ndërprejshin nga vlezërit tanë. Ka shqiptarët. Ka ndodhur dhe ajo që ka pas sulme, ka pas pengesa, përfitime të veta klubi vendor, vendas sidomos, ka pas edhe tillë. Gjë që gjithmonë e kam gjyku, pse? Kur rinia zhvilloni ndeshje futbollistike. Për aty ka qenë vetëm sa të zhvillohet ndeshja. Askush se ka mendu që do të bëjmë ndonjë hap të madh, ndonjë progres të madh, apo dalim dikun jashtë. Thjesht çështje mbijetesës. Rezistencë. Mbijetesë realisht. Mbijetesë, për neve ama i kemi rezistu shtetit sërb në formën tonë me futboll. Sa është dashur me qenë i guximshëm për me qenë gjyqtar në këtë periudhë? Ndoshta pa e përjetu ata nuk mund ta skush ta përshkruaj pa qenë akter, futbollist apo gjyqtar. Për veti gjithnjë me emocionet larta, me knatësi u përgatitja për një ndeshje. Se disha ku po shkoj, e di që po më presin në gjuhën teme, nuk ka gjuhë tjetër. Për mu ka qenë një knatësi, me lavdëru, se më lirshëm, krenarjëm edhe knatësi kom di, edhe në atë periudhën e mbetësisë, që kam arbitru ndeshje. A ka qenë e vështirë? Shumë. Shumë e vështirë. A janë të vërteta se mu piku bëhet me ditë? A janë të vërteta këto që thunë ka njerë lafe që jo e në lidhë qenë të ofër, jo ka pas presion, jo? Spjegona pak që të pjesë. Për shumica lafeve gjysa e të vërtetës. është 1% që kanë qenë me të vërtetë disa skena të pahishme nga disa akter që kanë pengu edhe lojtarët, kanë pengu edhe refert. A ka një rast ma interesant që e mbanë mend kështu që nuk e harron? Ka një rast, po isha duke arbitru një ndeshje në Klinë dhe ajo është të Skenderaj. Për një herë, gjatë zhvillimit ndeshjes, 3 persona futën me një qanë dhe veç manipulojnë, kërcënohen, po gjendshmëria ime mbledhi 2 skuadrat, ja afrojmë mangat personave zyrtar, deri sa ta krynat paradën e tyna, po të thëmë, të largohen vetë-vetiu, kështu që mas largesës edhe ne vazhduam ndeshjen. Kështu ka vazhdu deri në fundi viteve 98 dhe fillimi 99-ës, ku ndodh një prej momenteve ma të rëndësishme dhe njëkohësisht ma të frikshme të jetës tonë. Është pjesa e luftës. Pjesa e luftës kam pas një rast shumë të rëndë. Jam i bjetu me masakrës ma të madhe në qytetin e Mitrovicës në lagjën e Kovaqve, ku janë ekzekutu 24 shok familjar fëqin të lagjës time. Ka qenë e vështirë për mu, shumë se si mbjetum, qka qysh dhe ku, me cilën në basë gjithatin peripetive, ka ardhë dhe kua që e kam shprej për mes gjyqit, rastin se qka ka ndodhë, dikon në afer 18 vite me gjyq, gjithë një në përseanca, deri sa kara dhe deri të një denim, jo aq meritor, po i personit i cili ka udhëheq masakrën e lagjës Kovaqve. Realisht është, besoj, pikë që mbetet një jetë dhe nuk largohet një moment ka që rëndë. Asë si, me më është, aj që i ka përjetu këto gjana është shumë e rëndë që edhe më brenda gjumit më bie ndërmend për masakrën.
Ka ndodhur shpesh që jam zgju natën dhe çka. Në vetë-vetiu gjithmonë kam bisedu me vetë-vetën për rastin e ndodhur. Ka qenë rast shumë i rënd, por faktikisht në bas lufte kam mbledh veten dhe kam vazhdu ta paraqes rastin. Me luftu me një formë tjetër për drejtësinë e tyne. Po, ka qenë edhe aty një rast i rënd për mu se duke mos i njoft ligjërisht ligjin, kështu që mendoj se e kam botimën për ata martir. Pas kësaj periudhe ju keni arrit, po me shumë vështirësi me dalë në Shqipëri. Po, ka qenë një kohë shumë e rëndë se rasti ka ndodhur me 14 prill, për herë të parë ka dalë me 10 maj në Shqipëri. Peripetite gjatë kësaj periudhe krejt në udhtim. Krejt në udhtim, në përfshatra, bllokum. Kështu që gjithmonë ka qenë jeta e rrezikume. Keni vendos pastaj më kthy në Kosovë? Po. Pas çlirimit, edhe jeni kthy profesionit vjetër të referimit tashmë në Kosovën e Lirë dhe në Superligën e Kosovës. Shpjegoni pak ato momentet kur je kthy fillimisht edhe kur e ke fillu përsëri profesionin tënd si gjyqtar i futbollit. Çdo njeri ka ndëru lirin. E kam ndëru edhe unë lirin kur do vjen. Erdhi liria dhe pas saj unë me njëherë nga Shqipëria më kthy në qytetin tim, të lindjes, qytetin e Mitrovicës, ku fillum të konstituohemi, fillun komisionet, garat, gjithë ato, njëkohësisht edhe unë me shok, vazhdova. Por them diçka, kam pas vështirë fillimin të kyçna. Kam pasën mendim a me vazhdu, a mos me vazhdu, duke llogaritë rastin e rënd, por duke falenderuar gjithnjë familjes, shoqërisë, rrethit ku jetoj dhe qytetarëve të Mitrovicës më kanë përkrah dhe më kanë bindë se jeta është me sport. Edhe gjithnjë ka me qenë jeta me sport, pas sport s'ka jetë. Për ndryshe Gazi edhe Ilir Kelmendi po të përshëndesin pasi kanë komentuar në YouTube duke na përcjell live-in Mitrovica Ali, besoj se të dytë po të përshëndesin. Keni vazhdu deri në vitin 2009. Me referim ka vazhdu deri në gusht 2009-s, nga shtatori 2009-s kam fillu mu delegu si vëzhguesi gjyqtarëve. Nga 2009 këntej, si vëzhguesi gjyqtarëve. Si është puna e vëzhguesit gjyqtarit tash? Çka do të më pas parasysh? Realisht notohen gjyqtarët. Po. Vëzhguesi gjyqtarëve është një person i cili ka kalu gjitha fazat, gjitha grupet, gjitha kategoritë dhe është një kënaqësi që e ndjen se gjatë arbitrimit referve ti dush me vështru të ndeshjen, dush me qenë vigilent, syqel, që në fund, kur të ke takimin me gjyqtarin, dush pa tjetër me jaspjegu gjitha pozitivitetin edhe në një rast negativ që ka pas gjatë arbitrimit. Po që se analizën karierën, atë mbetet peng që nuk e qëllu në këtë periudhën kur është bo pranimi edhe kur tash Kosova është në FIFA, në UEFA dhe refert i kanë dyrt hapura edhe në arenën ndërkombëtare. Koha dhe mosha e bën veten. Vërtet. Rruga e trasume, rruga e gjeneratës paraprake, para me edhe rruga e imja me gjeneratën tem. Kemi trasu një rrugë që kush do, që do e shijoj, ka me shiju taman kështu që shdo të rrugë dhe deshti që ne ju pranuam, kjo gjeneratë, cila pas pranimit, filluan edhe gjyqtarë thonë, ta shijojnë edhe Evropën, që mund të them lirshëm, këta që përna prezentojnë në ligat evropiane, unë jam i kënaqur me prezentimin e tyre, me referimin gjatë ndeshjeve. Njoni po komenton sa jemi live, është Alban Bajraktari, po thot kam pasur fatin si i ri, e kam parë të nderuarin duke referuar edhe po thot përshëndetje nga Prizreni. Përshëndetje gjithashtu.
E po ashtu edhe Melodini na ka përshëndet. Albani dhe gjithë Prizrenit. Edhe për fund, deshta për mos më të mbajt më gjatë, deshta me të pyet si duket Superliga e kohës kur ke referu me Superligën aktualisht. Ka pas shumë emra të mëdhenj futbollit që kanë kaluar gjatë asaj periudhe, tash po dalin shumë emra të ri që ju kanë qelë dyrt për Evropë. Superliga ose atë ka qenë edhe me liga e parë, ato të garave gjithë e dim që gjithë futbollistët që kanë lujt futbollën në Jugosllavi në kyç. Ka pas që lojtarë që ka luajtur në Evropë u kyçën në ligën tonë. Muj me vlerësu kështu e asaj kohë ka pas lojtarë me të vërtet kvalitet, lojtarë të fortë. Me kohën e tashme kushtet e bujnë vetën. Është probleme u krahasu direkt. Po, është problemi madh se në ato 91-98 ku i kanë zhvillu garat. Si shtash ma herët e për një vale. Aty është dheshtë më shumë me këqyrë ku po shkelë se sa pe u dhejsh topin. Kurse në për stadiume tona, tash këto generatat e reja tona kushtet i kanë. Edhe po knaqën e kërë për ndërgjaj emra që po lëllëzojnë në futbol në kampionat tonë, në kampionat në për ekipe evropiane, si shmës time emna, veç po shojmë që po na dalin yjet futbolit. Kjo është një punë e ma hershme dhe punë e tashme, konkret, mund të them që jemi të prirën për futbol. Një shtet që është i prirur me rini për futbol. E kanë edhe një pyetje shikuesit tonë, Gazi po pyet a ka pas rast me referu me në ndeshje kur lojtarin në atë ndeshje që kanë qenë në atë ndeshje po thot janë trajnet sotëm të njohur të Superligës. Tash më shtine me emna, po unë gjatë kohës time i kom referuar si Ismet Munishit, Marem Sahitit, Besnikolarit, e shumë Arnor Morina, e temi Fadil Berisha, e shumë Gani Sejdiu, e radhë, po i përmendi Ta se të kujton në proces. Po dhe jo, normal, kjo është pyetje e momentit. Po, pyetje e momentit, po ashtu të vinë edhe emnat, kështu që shumë ka që unë ju këmë referu, sot jënë edhe trenera, jënë edhe në përkryesi qak edhe në stacion të Kosovës. Shumë e vërtet. Krejt në fund, kën e ke pas model në referim, qoftë dikush në arenën ndërkombëtare, qoftë brenda rajonit tonë? Janë shumë gjyshtarë të futbolit. Po të them drejtën gjithë aludojnë ka një dhe maj madhe Kolina. Po e kam pas edhe më jo idol, po të them një pasqyrë si gjatë vrapimit të këto dhe me Andres Friskun. Friskun e Zvicrës. Ka qenë një gjyshtari që dhe një kampionat botëror të shpallë referi me mas pak të i gabime. Se shumicën e kostojnë referi maj mirë. Referi maj mirë del s'ken kur ka mas pak të i gabime. E aj ka pas mas pak të i gabime gjatë kampionatit Amerikë, si që dim atë të arbitru më ndeshën Angli-Amerikë. Isa Mustafa, falimderit shumë. Falimderit. Ka qenë knatësi me diskutu me ty. Ishte edhe knatësia ime të jem në emisionin të të uroj ty punë të mbarë e gjithmonë të suksesshme. Falimderit shumë edhe besoj tash edhe është dera hapur për çka do që kemi, dera është hapur e Radio Dugaxhinit. Falimderit shumë. Falimderit për ftesën e falimderit për emisionin.